Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Qafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Sot është Krishtlindje dhe më mirë se një personazh që unë e kam shumë për zemër, por në këtë ditë të lindjes së Krishtit të kem dom Gjergjmetën, nuk mund të zgjidhja kënd të paktën në Shqipëri. Me detyrën tashmë prej shumë vite si i peshkvi i Dioqezës së Rrëshenit dhe presidenti i konferencës i peshknore të Shqipërisë, unë kam kënaqësinë të kem Imzot Gjergjmetën në studio. Përshëndetje, faleminderit shumë që pranuat ftesën në këtë ditë të bekuar. Faleminderit edhe juve për ftesën, edhe është gjithmonë kënaqësi të bisedojmë bashkë. Tashmë kemi vite që Mua më marrë shumë malli. Edhe kështu që faleminderit shumë. Si e festoj shqiptarët Krishtlindjen, sepse unë kam intervistuar, madje ka qenë koincidencë këto ditë që nuk festojnë njësoj në Maqedoni, po në vende të tjera fqinj si Shqipëri që e festojnë gjithë Krishtlindjen. E festojnë katolikët, pa diskutim, ortodoksët, po edhe muslimanët, bektashinët. Po, shiko, sigurisht Krishtlindja është një festë e krishterë, patjetër, dhe përfshin në radhë të parë dhe në vetë të parë ata që kanë edhe religionin e krishterë, besimin e krishterë, dhe në Shqipëri jemi katolik, ortodoks, ungjillor, por duke qenë se Krishtlindja tashmë ka marrë, sidomos në botën tonë perëndimore, por edhe në vendet e tjera ka marrë edhe për masa sociale. Pra është edhe një moment kur njerëzit takohen me njëri tjetrin, janë edhe ditë pushimësh, është edhe një atmosferë që krijohet javë më përpara nëpërmjet atyre dekorimeve apo ndezjes së dritave që janë element të bukur të fundvitit apo zbukurimi i bredhave në për familje apo edhe në për sheshe. Dhe duke pasur këtë përmas edhe sociale, atëherë shumë njerëz që ndoshta mund të kenë një përkatësi të caktuar tradicionale, por mendojnë që duhet ta festojnë. Edhe plus të shtojmë edhe një fakt tjetër që familjet shqiptare në përgjithësi ose një pjesë e mirë e familjeve shqiptare nuk janë të një religionshme, themi kështu nëse janë të përzierë. Po, kemi familje ku janë katolik të martuar me musliman ose me bektashi ose ortodoks të martuar me bektashi, me musliman, dhe është edhe një gjë e bukur që brenda familjes feston festat e njëri tjetrit, themi kështu. Pra e gjithë familja merr pjesë në gëzimin e antarit saj të krishterë dhe po ashtu e gjithë familja merr pjesë në gëzimin e antarit të saj musliman. Këto janë përvoja të përditshme në jetën tonë. Prandaj mendoj që në Shqipëri në mënyrë të veçantë ekziston kjo atmosferë, plus edhe urimet që shkëmbejmë njëri tjetrin, marrim urime nga shumë miq të religionit musliman, nga persona që janë besimtar musliman, ashtu sikurse edhe unë vetë kam miqtë e mi musliman apo ortodoks apo bektashi që u dërgoj urimet e rastit. Mendoj që çdo festë, sidomos festat fetare, nuk mund të reduktohen vetëm në një dimension të vetin. Sigurisht një besimtar i përjeton edhe në një mënyrë tjetër, duke shkuar në kishë, duke u lutur, duke ndjekur ato që janë ritet, duke marrë pjesë në sakramentet, sikurse i themin ne. Dikush tjetër e përjeton në një nivel tjetër këtë gjë, por mendoj tek e fundit ajo që duhet na mbledhë gjithëve duhet të jetë një atmosferë në cilën duam dhe respektojmë njëri tjetrin. Këto fjalë ishin aq të bukura sa s'kan, nuk kam më nevojë për koment, por do më gjej po ato familje që nuk i përkasin fesë katolike, fjalëvir muslimane, apo bektashin dhe e festojnë Krishtlindjen. Po mirë, është një rast për të mbledhur së bashku, pse jo? Pse jo? Gjithmonë është bukur, edhe më pëlqen kjo gjë, pse jo? Besoj dhe ju dini që ka të tilla. Po, ka sigurisht, ka që e festojnë, domthonë marrin pjesë edhe ata gëzojnë në një festë të tillë. Pastaj kjo është ditëlindja e Krishtit. Tek e fundit. Aty fillon. Ne e dim që
Aty fillon. Po. Kështu që Para Krishtit, mbas Krishtit, aty e kemi. Si është atmosfera si vjen? Se ju e thatë një gjë, madje unë mendoj që janë ditët më të bukura të vitit. Fund viti janë ditët më të bukura të vitit dhe për shkak të Krishtlindjeve. Aty fillon, po themi, atmosfera dhe pastaj edhe viti i ri. Si ka qenë si vjet? Si është atmosfera si vjet? Në radhë parë më vjen mirë që është spostuar, është zvendosur aksi i festimit nga viti i ri që i kemi pasur gjatë kohës shumë drejt komunizmit, drejt Krishtlindjes që ka dhe këtë dimension religjos. Duhej zhvendosur ky aks për arsye duhej zhvendosur ky aks sepse në fundit Krishtlindja është festa e fundit vitit. Kalimi i viteve është një konvencion që ne kemi gjetur, diku festohet, diku nuk festohet, diku viti është diçka e rëndësishme, diku tjetër jo, por Krishtlindja është ajo festë, plus që për ne të krishterët është edhe festa e të parëve tanë. Nuk ka festuar njëri, për shembull, me kaq pompamanja, po themi, vitin e ri, është ndrrimi i viteve. Ka festoni kështu çka përpara thonë? Jo, për shembull, në fshatin tim që jemi, kur ishin shumë familje, tani kanë mbetur pak sepse emigrimi ka bërë. Në fshatin tuaj ku? Në Rrushkull të Durrësit. Në Rrushkull të Durrësit. Dy festat, ose tre ishin festat më të rëndësishme të gjithë vitit. Festa Shënkollit, datë 6 dhjetor, festa Krishtlindjeve me 25 dhjetor dhe Pashkut kur do që të binin. Këto treja ishin. Po viti ri? Jo, nuk... Sa vjet para fotit? Them para 67-ës. Po themi edhe 100 vjet para ndoshta. Po, edhe po themi edhe 60 vjet, 70 vjet. Se mbas komunizmit filloi të... mbas komunizmit filloi që të zhvendosej qëllimisht, themi kështu, vëmendja nga Krishtlindja tek viti i ri për gjetur një shkas, për shembull plaku i vitit të ri që rimerrte në një farë. Po prapë edhe jo, ai do të ri e fesës ishte edhe. Merte në një farë, rimerte plaku i vitit të ri, rimerte në fakt Shënkollin, sepse kjo është ideja e Shënkollit. Po bredhi? Por edhe bredhi është pema e jetës, është pema gjithmonë e gjelbër. Po, ama komunizmi ruajti. Po pra, por ama i dha një... Kjo kravat, unë e vesh e vendos gjithmonë në dhjetor, sidomos datën 25, kjo është ajo. Po, komunizmi, sepse nuk duhet që të zbehim debatin në këtë gjë, të zbehim bisedën në këtë gjë. Komunizmi nuk e ruajti, komunizmi e zhvendosi. Është tjetër gjë, sepse ruajtja është një gjë kur ti ke qëllimin e mirë për ta ruajtur, kurse manipulimi dhe zhvendosja është një gjë tjetër. Jo, më habit kjo që është drejt kjo, por ama bredhin e ruajti. Pse? Po pikërisht pra e mund të vinë edhe portretin e Enver Hoxhës aty. Ishte një element dekorativ, sigurisht që ishte me ngjyrat e me tjera, por nuk e ruajti. Përkundrazi, nëpërmjet kësaj donte të shkatërronte diçka tjetër, po nejse, kjo është diskutim shumë i gjatë. Megjithatë, atmosfera është e jashtëzakonshme në Shqipëri, nuk e di, thash, madje në Ballkan mund të jetë nga më të mirat. Jo, Ballkani ka tradita të mira të festimit, kemi Kroacinë, kemi Sloveninë, kemi Bullgarinë, Rumaninë, në Greqi, po themi kështu. Ne jemi në një nivel me ata? Por mendoj që po, ata, shiko, ka një gjë atje nuk është ndërprer kurrë. Dhe traditat në këto vendet të Ballkanit, në të gjitha vendet e Ballkanit, traditat nuk janë ndërprer kurrë, dhe vetëm sa janë përmirësuar, sa janë ndryshuar, janë bërë më të mira etj. Kurse tek ne e pati këtë fatkeqësisht këtë ndërprerje, por mendoj që e kemi rimarr ritmin mjaft mirë, sepse qytetet tona zbukurohen, shtëpiat zbukurohen, familjet përgatiten për diçka dhe kështu që atmosfera ndjehet në Shqipëri.